Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, këtu jemi në qytetin e Pejës, kemi ardhur te familja Mëgëzbani, 2 antar, 2 të moshuar, me ndihmë me pak ushqimore, me veshmbathje, me ndihmën e vllahut ton, veprim sopaj. Kjo familje jeton 2 antar në gjendje mjerueshme në këtë shtëpi me qira, na tash do të bisedojmë dhe ta shikojmë gjendjen e tyre. Përshëndetje pat. A vazhdojmë të bisedojmë Imran apo? Po. Hajde, vazhdo. O vllazni e motra, mendoni për 2 të moshuar që e kalojnë ditën në heshtje, pa askën, pranë dhe shpesh pa bukë në sofër. Vllaznin të nderuar, këtu jemi në qytetin e Pejës te këta 2 të moshuar. Ky vëllai jon është nga Shkodra, se 40 vite ka ardhur në Kosovë pa mbështetje në askujt, çdo herë me ndihmën e bamirësve duke jetuar me qira, me skamje. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje vlera. Halla deri të çmta. Unë kam 40 vjet që banaj Kosovën e dia. Masi nderuar, këtu me qira, 2 djemi ki, djemtat punojnë kuna, ku jetojnë ata djemë? Rrugash janë ndërqin, punë vetë. A nuk intereson për ju asnjëherë, a? Pasha Allahin, as telefon me thona e gjalla i. Si jetoni ju asnjë penzion nuk e merrni nga shteti, si jetoni? Si hani si bëni? Pe Allahit, A punoni apo? A jeni ndihmon dikush? pe Allahit, Jo vallaj, kush piush, pe Allahit e piush. e pe poplit, mos e hub zoti. Më marrë vesh ajo. Vllaznitë të nderuar, përshëndet edhe vetë kjo familje 2 antar, pa mbështetjen e askujt, çdo herë me ndihmën e popullit mbijetojnë me qira, tu paguajnë 150 euro, po? Sa dhoma i keni këtu? 3 dhoma, shtëpia e vjetër, në vlog. Përshëndet edhe vetë, kjo familje ka bërë kërkesë edhe në kuvendin komunal për një ndërtim shtëpie, por inshallah do Zoti edhe kuvendi komunal e merr sa më parasysh. Përshëndet edhe vetë, çdo kon njerëz me hallë me dete. Nuk du buk, s'du pëtëni. A ke parasysh ajo? Du qitohen, Po një shtëpi. për mu. Shtëpi. Unë kam jetu 100 vjet. Po, A marrë vesh. në shtëpi ndaj. Motër nderuar, na s'kemi mundësi sepse nuk kemi buxhet për ndërtu shtëpirat askuj, por ne drejtohemi kuvendit komunal dhe bamirësve që t'ju vizitojnë dhe t'ja bëjnë liçare. Ti e ka forrale, Po, unë s'ka bamirës. folje forrale, e ke parasysh. Je vetë një njeri i Allahit, që po vjen e hinë sot këtu, Po të vallaj. thëmë cok, janë dhe bamirës të tjerë. Drejt më folë, më e veshajë. Jo, që për puna jote, me këtë tu, jo. A më e veshajë, ashtë edhe. Jam me ilaqe, jam 7 vet, po hi për 76. Jam me ilaqe, sa nuk punë me ta, po më shëtë. Vetë në Bushët. vetë në zemë, më probleme. Këtu, unë bëzë jam, Tu i hiv tu. edhe sot, ullu, që ty, rrim, 15 minuta, këqyrikom, ti që rapë të këqyrikom, thua si je, ndërim. Zotit jo në moftë, jo ceftë Allahi me të mira jarbi djallë ma djallit. Ju bekovë Zotit shala Allahi malli Allah, për nimën e juj, ka që trupit tamë me këtë gruhë. Unë e pri Zotit, po të foli, si kur djallit temë, pi Allahit mal e trupit juj, me një fjallë, si popull, që ma kanë zgatë doren, a mërë vesh ajo, që shumë. Ke Zotit, Që? Myk, mërë vesh ajo. Që ke krytar, Më kalon që ashtot. po banë 15 vite që ne kalon që tu, për ne. Kena banë kesa, ka rrit muna me thonë, se vetë njëri. Me një fjallë, asë kërkuni, nuk ka ba për ne vetën rana fikse, dërsa më të ru me thonë zyre, zëtni shqiptari e ka, po jenë, po e johën jo. 15 vite, tu ta me familje, edhe me ne, a marrë vesh ajo.